Mirë se po takohemi me që sot do të gatuaj file viçe të mbuluara apo të mbështjellura, ato klasike, siç janë me vezë dhe miell. Mirë po, sipërfaqen do ta mbuloj me pak djath parmezan dhe erza shumë. Këtu kam erza të ndryshme, zakonisht këto italiane, siç është majdanozi, rozmarina, pak borzilok dhe pak hudhër pluhur. Këtu e kam djatin parmezan, të cili do t'ja shtoj këto erza. Mandej i përzije mirë. Millin e kam integral, kurse filet e viçit do t'i rahi pak me qekiq dhe do t'i marinoj me vaj ulliri, krep, piper, asgjë tjetër. Kështu me folje është më lehtë, vetëm ta amortizoj pak drasën, gjithmonë që mos të kërset dhe mos të ketë kështu pak si me amortizim. Okej, vazhdoj, nuk i ra kështu. Vazhdoj me tjerat. Gati. Vendosi në pjatë. Nuk di sa i patë që nuk ishin as pak ujë, do me thonë janë tharë mirë, çka është me rëndësi. I vendosi kështu. Edhe i marinoj me krep piper. Gjysmë ore që ndrojnë, të marrin shije pak dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Shtoj edhe pak në miell, pak krep dhe pak në vezë. Besoj se mishi ka marrë mjaftueshëm shije, po vazhdoj me procesin. E çfarë është me rëndësi këtu, tepsin ku do të piqen, pasi që nuk do t'i pjeki në vaj, është në furrë duke u ngrohur, në mënyrë që shumë është me rëndësi mishi të mos t'i liroj lëngjet. Në momentin që mishi ju liron lëngjet, do me thonë që liron pak lëng gjatë pjekjes, atëherë ju bëhet i fortë. Kështu që temperatura duhet jetë e saktë. Do me thënë tepsia veç po ngrohet mirë që sa të hy në furrë me njerë të filloj procesi i pjekjes. Spari në miell, mbulohen mirë sipërfaqet. Pastaj në vezë. E shkoni kështu pak në mënyrë që mielli tepër të jenë. Dhe në letër. Në të njëjtën mënyrë vazhdoj me të gjitha. Me pjesën e parë mbaruam, mirë po, i duhet edhe pak punë. Përsi djatin mirë me erzat këtu dhe i mbuloj mishin. Sipër, arat bluara, që të bëhet fileja për kryer.
Faktikisht këtu kam fruta arore, ara, lejthi dhe bajana të bluara. Me 100 gram, disa dreka sallata i përfundoj, japin shije shumë, kështu që duke shiku edhe koston, edhe shijen. Me njëherë në tepsi e cila veç është ngrohur mirë. Shikoni, ka fillu të tymos. Dhe kështu si që janë, u vendosi sipër. Pak vaj ulliri sipër. Dhe në pjekje, përafërsisht 10 deri 15 minuta, varësisht nga lloji i mishit gjithmonë. Takojemi pas pak ta shohim çfarë pamje do ta merr. Shikoni miq, përveç pamjes që ka shumë bukur, shija është fenomenale. Tash do ta pres, ta shikoni edhe në brendësi se sa i butë është, pak dekor nga. Esh, servoni me çfarë të doni. Me patate të ëmbël shpesh herë, me orez, me gjithçka shkon. Shikoni mishi, domethënë pjekja është ashtu siç duhet dhe i butë, mbi gjitha është i butë, pambuk. Ja pra, kënaquni me këtë recetë jashtëzakonisht të lezetshme. Ju ftoj nesër në të njëjtën kohë të më ndiqni për një recetë të re. Mirëmbëjtje.